Zoti Spahiu, çfarë po ndodh me sigurinë në veri të Kosovës, teksa dhe në mëngjesin e sotëm është kryer një operacion atje sa i përket mbastisjes në disa lokacione për vepra të ndryshme penale. Tani veriu i Kosovës është nën kontrollin e institucioneve të Kosovës dhe këto janë sigurisht kontrolle rutinë të cilat ndodhen edhe në pjesë të ndryshme të Kosovës. Vite më parë, policia e Kosovës nuk ka qenë në gjendje të kryejë operacione të tilla, nuk ka pasur as nuk ka marrë guximin që të futet në veri në mënyrë të tillë lërmë të kryejë operacione. Tashmë ai kryen ashtu siç i kryen në çdo pjesë të Kosovës. Së fundmi është arrestuar Fatmir Shaholli, akuzuar për spionazh dhe në këtë rast element të tillë sa rrezikojnë sigurinë e Kosovës, nisur edhe nga pretendimet e qeverisë së Kosovës mbi këtë person, por edhe në rastin e fundit të sulmit në Banjsk. Shikon, nëse këto pretendimet e Agjencisë së Inteligjencës dhe të Prokurisë vërtetohen nga gjykata, kjo përbën një rrezikshmëri të lartë, duke pasur parasysh, domethënë kontaktet që ka pasur personin në fjalë me lider politik, me mediat në Kosovë e tjera. Tani po mendoj të spionazh kundër vendit tënd, në rastin e Kosovës nuk ka edhe ndonjë se çfarë të spionazh. Domethënë të çosh informacion në Beograd, ta zëm se në këtë vend ndodhet kazerma, ushtrisë, tu ndodhen njësi speciale të ushtrisë, ose këtë armatim ka policia e Kosovës, ose ushtria e Kosovës, ose çfarë ta di unë, të dhënë ku më di se çfarë. Nuk ka më sekretet të tilla, sepse tani me Google Maps, me përgjimet telefonike, me gjëra nuk ka nevojë domethënë që të shkosh spionosh se më korri filan fisteku, më shoqërohet si në kohën e sigurimit, sepse e ka numrin e telefonit dhe në çdo domethënë lëvizje tënde mund ta përcjell. Me Google Maps mund të shikoj madje edhe armatimet që ke, edhe vendet ku i ke. Kjo nuk përbën ndonjë, ajo çfarë përbën rrezik për vendin është kur ti përhap dezinformata në vendin tënd, kur ti orienton gabimisht klasën politike, kur ti e çon në drejtim të gabuar shoqërinë e tjera. Dhe për këtë edhe është i akuzuar Shaholli. Por dyshimi im, domethënë, është për shumë persona tjerë të cilët e bëjnë këtë punë. Madje edhe në mënyrë shumë të vrashë se sa që ka për Shaholli. Janë që bëjnë çdo ditë propagandë në media, që japin dezorientime shoqërisë kosovare, edhe të cilat sipas mendimit tim janë direkt të orientuara nga Beogradi. Por institucionet e Kosovës po tregohen të paafta të kapin, po mendoj, ose të zënë në flagrancë, ose të hetojnë raste të tilla, të cilat e bëjnë këtë gjë. Tani ato kanë kapur Shahollin, por nuk kanë kapur besoj 10 të tjerë të cilët e kanë bërë këtë punë edhe më vrazhd edhe se sa Shaholli. Kështu që unë shpresoj që institucionet e Kosovës do të aftësohen dhe në të ardhmen do ta bëjnë këtë gjë që të gjithë ata të cilat minojnë shoqërinë kosovare të identifikohen dhe të largohen nga skena publike në mënyrë që të mos kenë impaktin e tyre negativ mbi shoqërinë. Zoti Spahiu, dhe një pyetje fundit,
është artikuluar shpesh Bashkimi i Kosovës me Shqipërinë dhe ka qenë edhe si premtim i lëvizjes vetëvendosje nga ana e Albin Kurtit, por duke parë mënyrën se si operon klasa politike shqiptare pra në rajonin e Ballkanit, qoftë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, a mendoni se mund të ketë një bashkim të shqiptarëve në rajonin e Ballkanit apo është thjesht tashmë një iluzion? Shiko, të nështrohet pyetja cili është interesi që të ndodhë. Sigurisht për Kosovën, kur ishte pjesë e Serbisë, ishte interes që të bashkohet me Shqipërinë. Jo të ishte nënshtruar në përkëmbur nga ana e Serbisë. Në momentin që Kosova ka krijuar shtetin e vet, kjo është një arritje më e madhe që dikush mund ta arrijë. Nuk krijohet kollaj shteti. Tani unë po të më garantohej se do të kisha 120 njohje, do të kisha 20-30 ambasada, fshatin tim do ta shpallja shtet. Do të thosha që nuk jam pjesë e Kosovës, ky është shteti i pavarur, sovran, do kisha aty 20-30 ambasada, po të kisha aty natën që të më mbronten nga ushtria e Kosovës, nga policia e Kosovës, do ta bëja këtë. Por kjo nuk bëhet. Sepse nuk është lehtë të mbash një shtet. Është një arritje e madhe kur ti krijon një shtet dhe merr 119 njohje nga ana e botës, ku krijon marrëdhënie diplomatike me shumësosh, ku ke ushtrinë më të fortë të botës që të mbron territorin tënd, dhe tani ti don ta shkatrosh atë. Don të thuash Amerikës hiq ambasadën nga këtu sepse ke ambasadën e Tiranës. Na duhet një këtu, edhe vendeve të tjera të botës. Të gjitha ata të cilët, domethënë, e thonë këtë, në fakt bëjnë një veprim kundër interesave të Kosovës. Çfarë do interesi që mund të realizohej me bashkimin e Kosovës me Shqipërinë mund të realizohet me marrëdhënie të mira mes Kosovës dhe Shqipërisë. Nuk ka një interes që do të mund të realizohej duke qenë një shtet i vetëm, e që nuk mund të realizohet duke qenë dy shtete të pavara dhe sovrane. Por unë kam një porosi për këta shtuqyturit nacionalistë, që në fakt nuk janë nacionalistë, në fakt janë tradhtor të interesave të vendit. Përse ata flasin për bashkimin me Kosovën, pse nuk flasin për shembull për Qamërinë? Aty tregohet patriotizmi, sepse ti nuk don të gricësh me Greqinë, nuk don që të prishësh marrëdhëniet me Greqinë, dhe nuk përmend Qamërinë, atje nuk bën gjë, ose nuk përmend Sanxhakun e Novi Pazarit, ose Luginën e Preshevës, sepse nuk don të gricësh me Serbinë, dhe përmend Kosovën, gricësh me shtetin e brisht të Kosovës të sapo krijuar. Prandaj kjo nuk është patriotizëm. Nuk është, nëse don të tregosh patriotizëm, nëse don të tregosh të mbrosh interesat shqiptare, gjithandej merru me shqiptarët e Malit Zi, merru me shqiptarët që jetojnë në Luginë Preshevës, në Sanxhakun e Novi Pazarit, me Qamërinë. Merru me këto probleme. Atëherë mund të kuptoj që je një nacionalist. Dhe jo me atë që ti don ta shkatrosh shtetin e Kosovës të sapo krijuar, duke e thënë që jo ky territor duhet ti takoj Shqipërisë. Lere se Kosova drejtohet nga shqiptarët, nga tani shteti i Kosovës, domethënë është nga 95% shqiptar drejtohet. Është një shtet shqiptar njësoj siç është Shqipëria. Dhe don, duke e përmendur parollën e bashkimit, thjesht ti sulmon në fakt shtetin e Kosovës. Rezervoj këtë të drejtë për territorët të cilat kanë nevojë për kujdesin e
e shtetit tonë, për shqiptarët gjithandej, të cilat nuk janë në shtetin e vetë, që keq trajtohen, siç është rasti me shqiptarët, të zonë në Luginën e Përshevës ose në Sanxhak e tjerë, përpiqu që atje ti ndihmosh, ty dërgosh para, siç ju dërgon për shembull qeveria Kurti, ka dhënë 2 milion euro për Luginën e Përshevës nga buxheti si vjetëm dhe 1 milion euro për Sanxhakun. Çfarë ka dhënë qeveria e Shqipërisë? A ka buxhetuar qeveria e Shqipërisë të zëmë për ndihmë Luginën e Përshevës ose Sanxhakun? Përjashtimisht që ka detyruar universitetet publike që të pranojnë një kuotë të studentëve nga këto treva, nuk ka bërë asgjë tjetër.